Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Jeta dhe sot kemi një video të re. Është mëngjes, unë Melodin sapo e lash të kopësht, u ktheva në shtëpi, tani do shkoj të bëj një kafe edhe të shijoj pak mëngjesin tim. Si gjithmonë, koha është me shi, është vranësirë, një kohë shumë e errët, shumë e zymë, por shpresoj që të kemi një ditë sa më të qetë, sa më të bukur që të kënaqemi. Plus me janë futur disa ide në kokë që janë ato momentet e çmendurisë time që më futet në kokë, më fiksohet një gjë dhe duhet ta bëj patjetër pastaj, që patjetër do e bëj, por pak më vonë dhe nuk po ja u them tani, gjatë ditës pastaj kur vi momenti do ja u them. Jam veshur, kë është outfiti për sot. Më ka ngelur thjesht të bëj pak make-up. Në fakt nuk do bëj kafe, por do bëj ginsengun, që nuk e di ja u kam treguar, më duket tek videoja tjetër. Po, ta tregoj edhe sot, por qëse se kam treguar tek videoja tjetër. Është ky gjinsengu këtu, që e bën ose me ujë ose me qumësht, është me bustina, pra një bustin për një person. Në bëj në mëngjes me qumësht edhe më pëlqen shumë sepse në këto kohë ka filluar të mos më pëlqej më kafe dhe nuk e di pse. Lokale, pra kur marr cappuccino më pëlqen, por në shtëpi edhe kur bëjmë formë si cappuccino nuk e di pse, sikur më ka ndruar ajo shija, nuk e di ose duhet të ndroj shija kafe, se më është mërzitur po e njëjta, nuk e di. Do e ngroh pak qumshin para. Flokët e mia ndërkohë që kanë marrë pak ljermin, por mos ja vini shumë re, të më falni. Por pak më vonë do e rregulloj sepse do kalojmë pak me vjenën tek disa të afër. Kur që shijoj gjinsengun tim, desha t'ju tregoj pak një koment të videos të fundit. Nëse dëgjoni zhurmë, më falni sepse është lavatrishja e tjetër në cep. Do t'ju tregoja një koment që mora tek videoja ime e fundit, i cili më ka bërë shumë qefin, edhe të falenderoj shumë. Komenti është ky këtu. Nuk e din nëse duket. Duket? Okej. Edhe është nga Klea të përshëndes, me sa kam vënë re, je vetmja që komenton çdo video time, edhe të falenderoj shumë për këtë. Ku pas ke qenë? Sa vlog i bukur dhe i ngrohtë. Please, mos e lër pas dore YouTube-in. E bën më së miri. O që knaqja për zotin, me mama të knaqemi në vlogs. Shumë faleminderit. Të them të drejtën që ma ka bërë shumë qefin me këtë koment. Jo, për momentin nuk e kam në mendje që ta lë YouTube-in, sepse po t'ishte për ta lënë më mirë nuk e nisja fare. E shumë të drejtë sepse edhe unë si një mami personalisht, kur haj buk ose kam kohë lirë, shikoj vlogsa nga vajzat të tjera, që sapo kanë nisur rrugtimin e tyre në YouTube si puna ime, ose nga vajza që kanë vite që merren në YouTube, edhe të them të drejtën, e kaloj kohën time të lirë më së miri dhe të falenderoj edhe ty që kalon kohën e lirë me videot e mia. Sa mërzitshme është koha me shi, sigur ka një lloj nostalgjie, një lloj mërzie, nuk di si ta shpjegoj. Pandej ka jo vetëm kështu është koha me shi e zymt. Shpresoj që të vi sa më parë kjo pranvera, sepse na mungojnë ato ditët e qeta me diell. Nuk e di, kur të ngjall një lloj gëzimi nga brenda ato ditët ashtu. Ndërsa ato me shi nuk është se të mërzisë, edhe se janë shumë ditë të këqija, por thjesht që di çfarë të bësh. Është koha shumë e zymte dhe edhe kur filmoj me daljen në videot e errta. Po shikoja tani në TikTok pjesët e reja të filmit e Sher Fryes, sepse javën që kaloi nuk nxorën filmin edhe pjesën e re kanë nxjerrë mbrëm. Dhe si pres ta shoh sepse është filmi im i preferuar turk, nuk e di për ju nëse ju pëlqen. Unë zakonisht kështu kur haj buk ose kam kohë të lirë që jam shtrije kështu, sidomos kur haj buk, domethënë drek ose darkë, kam shumë qejf që ta ndjek. Edhe mezi pres ta ndjek sepse janë pjesë shumë të bukura, po ju e ndiqni. Pastaj me këto lojra që po bëjnë pas zgjasin pak deri tek gjetja e ryjas, por më pëlqen dhe nuk dua të mbaroj. Më ka ardhur dhe një pako e shinit, pres të më vi dhe një tjetër që ende s'ka ardhur, por nuk është momenti për t'ja treguar, sepse gjëra që kam këtu nuk duhen tani, më duhen diku tek një muaj e gjysmë. Edhe nuk di jam e vetme që prosis ka herë gjëra që më duhen, por me si pres t'ja tregoj sepse janë gjëra shumë të lezetshme. Më janë futur edhe disa ide të tjera në kokë. E shikoni atë cepin aty?
Më duket pak bosh e do doja të bleja diçka ta mbushja ose diçka që të mbaja gjërat e kameras, shport të vogël, të lezetshme, vendosja karikuesin e baterisë të kameras ose gjëra të tilla. Tani të bëj një make-up të shpejt dhe të thjesht, edhe mund të shkoj brapa deri tek Action. Shikoj, mos gjej ndonjë gjë nga këto idetë mia që kam në kokë. Por gjithmonë nëse kam kohë, sepse në orën 1 kam edhe një klient që do vi të bëj thojt. Ua, më falni. Tani e pash që kisha hequr mikrofonin e kamerës dhe kisha lënë kështu të varur. Shpresoj që mos t'jetë dëgjuar zëri keq, por tani nuk kam çfarë të bëj sepse nuk kam kohë të rishikoj video. Erdha në shtëpi, por mendoj që tani do dal prap, sepse siç u thash më vonë jam pak e zënë, edhe që të mbaroj punë shpejt e shpejt. Do dal tani më mirë, mos të vënohem më shumë, të shkoj pak tek Action edhe të shikoj ndonjë gjë interesante për atë cepin atje, siç u thash. Nuk e di nëse do blej diçka, por mjafton të shkoj të shikoj të krijoj një ide. Vonë do vi sepse siç u thash në mëngjes, ideja ime e çmendur për sot është të lyej flokët, të lyej dhe t'i pres. Por do i pres vetëm pak majat, edhe i thash konatës time që është atë zën, të vitëm i presi, sepse thonë që gratë shtatë zëna e kanë dorën e mbar kur presin flokët. Kështu që i thash asaj të vitëm i presi, edhe derisa vija jo, unë t'i kem lyer dhe t'i kem larë që pastaj të mi presi direkt të lakta. Kështu që pa unë për kohë, po dal tani, jashtë po bje ende shi, edhe asgjë. Jo marrë me vete, por jo me kamerë, me telefon. Ore, jemi dhe në javën e Shën Valentinit. Të shtunën është Shën Valentin dhe sot është e njëjta. Çfarë do bëni ndonjë gjë interesante për Shën Valentin? Unë as nuk kam menduar, as nuk kam planifikuar asgjë, por tashmë ne jemi në atë fazën që kemi kaluar shumë vite bashkë dhe për ne Shën Valentin është për ditë, të them të drejtën. Nëse dy njerëz shkojnë mirë, janë të lumtur me njëri tjetrin, Shën Valentin është për ditë dhe nuk është vetëm një ditë. Kështu që kaloni bukur çdo ditë them unë, edhe jo vetëm për Shën Valentin. Që thash nuk është se kam planifikuar asgjë, ndonjë kafe ose ndonjë darkë të thjesht normale, asgjë e egzageruar. Jam me vetmja që jam fiksuar me këngën e lëndrimit, prek, o zot, vetëm atë dëgjoj, vetëm atë dëgjoj. Sa po u ktheva në shtëpi, gjëra që doja nuk i gjeta, por si gjithmonë unë pa gjë nuk dal. Edhe mora këtë, që është për make-upet, për fuqet e make-upit, më duk shumë interesante dhe kisha kohë në fakt që doja ta merja. Edhe mora sot, sepse ajo që kam unë është pak e vogël pjesa tek ku mbahen fuqet, edhe nuk mi merr të gjitha aty. Kjo kishte goxha hapësirë, nuk pëlqeu dhe e mora, bënte vetëm 2 euro e ca 3 euro. Mora dhe çorap. Gjëra që doja unë, nuk i gjeta, kishte gjëra të lezetshme, por jo siç i doja unë. Tani unë ndrova edhe do shkoj të lyej flokët. Tani, ajo që do lyej unë është si një ngjyrë patlıcan, si një ngjyrë vishnje. Kisha lyer kohë më parë, sepse nuk është një bojë, pra nuk është një bojë si bojërat normale. Ajo është pak a shumë si një maskë, nuk e di nëse keni dëgjuar të maskat koloruse. Edhe të rrin disa javë flokët me atë ngjyrë dhe pastaj gjatë larjeve ngjyra skarikohet vetë dhe del nga floku. Edhe unë kisha lyer para shumë kohësh dhe më ka pas pëlqyer kur kisha flokët e gjata. Edhe më fut në tru, si gjithmonë mendimet e mia, që ti lyeja tani përsëri, me që i kam flokët e shkurtra. Ta provoj të bëj një ndryshim. Nuk është një ngjyrë pak a shumë, ajo që kisha lyer dikur është më vishnje dhe kjo që do i lyej sot është pak më lejla. Nuk e di se si do dal, por nëse nuk më pëlqen pastaj të shkoj të blej një bojë normale që ti rregulloj ose të blej atë bojën që kisha bler para disa vitesh për atë maskën atë ngjyrën vishnje e të lyej sërish. Me gishtat e kryqëzuar, shpresoj të dalim mirë edhe tani të shkoj të lyej. Ndërkohë që do vi dhe kulata ime të mi presi. Boja është kjo. Do t'i laj flokët me shampo para që t'i kem të lakta.
Edhe pastaj do I luaj me këtë, vesha dorezat sepse të bën duart me ngjyrë. E thot ta lejm nga 3 deri në 15 minuta. Domethënë sa më shumë ta lejm, aq më shumë merr ngjyrë floku. Shpresoj që mos t'jem duke ja futur kot, por do e provoj. Erdhi momenti. Nuk po besoj që e bëra këtë çpeduri. Tani po pres 15 minuta që t'laj kokën edhe të shikojmë se si do dalë rezultati final. Koni se sa Leila duket ngjyra këtu. Unë normalisht nuk e dua të dalë kaq Leila, e doja më shumë vishnje, por ta shikojmë edhe këtë se si do dalë. Ja dhe rezultati final I vlogëve, prit ta ngrejmë pak kamerën kështu. Nuk duken mirë sepse është pasdite dhe po bie shumë shi dhe nuk ka dritë fare. Në dritë, kur është koha më e mirë ose dritë dielli, duken pak më lezetshëm, por nuk dolën ashtu siç prita unë. Unë doja të dilnin pak më ngjyra më e fortë dhe më errët në vishnje. Kjo ka marrë pak më shumë tek majat, sepse normalisht I kisha majat më të verdha dhe këte I kisha flokët më të errta, por nuk ngjajnë keq, janë lezetshëm, ndoshta edhe mund të shkoj të marr një bojë tjetër edhe t'i lyej ashtu siç I desha. Nuk e di, ju si mendoni? T'ja tregoj pak edhe nga mbrapa. Por mund t'ju lej një video që kam bërë nga telefoni, që mund të duket më mirë, sepse e bëra kur isha për jashta. Edhe nuk ja tregova direkt sepse më shkoj pak vonë dhe ika direkt te kopshti mora gocën, pastaj erdha direkt në shtëpi sepse po më priste klientja për thojt poshtë tek dera e shtëpisë, edhe tani mbarova dhe me thojt, edhe nuk kisha kohë t'ja tregoja, vetëm tani po ja hap kamerën. Mua më pëlqejnë, nuk I ngjajnë keq, sepse në fillim mendova që s'kishin marrë fare dhe sikur u xhdekurajova pak se thoja nuk kanë marrë, nuk më pëlqejnë, nuk bën kjo ngjyra, por pastaj duke I parë më mirë më pëlqyen. Ja, ndeza pak edhe dritën e telefonit që t'i shikoni pak më mirë. Edhe kështu më pëlqejnë shumë, ngjajnë shumë bukur, por mua nuk ka kapur ai fiksimi që I doja të kuqe të dukshme. Jo nga jo e kuqja plak fare, sepse ato nuk besoj që do e bëja dot në shtëpi vetë, por që të dukte goxha e kuqja, nuk e di si t'ja bëj. Mos ndoshta shkoj nesër dhe blej një bojë, apo t'i mbaj kështu. Nuk e di, jam shumë në mëdysje tani. Furçet I kam këtu, por po mendoja ta hiqja fare këtë sepse kjo mua nuk më pëlqen, edhe po mendoja t'i vendosja furçet te kjo që bleva sot. Ta provoj se si do dalin. Dosa të gjitha furçet, disa lapsa sysh edhe buzësh, rimelin edhe xhelin e vetullave dhe rrotullohet, shikoni sa I mirë është. Ndërsa të gjithë këto glosat dhe buskuqat nuk e di se ku do I çoj. Ju e di që kështu ngjan më bukur se sa me atë, por tani problemi është se ku do I vendos unë buskuqet. Vendosa që t'i mbaj kështu buskuqet dhe kremrat t'i vendos aty sipër, ndërkohë furçet t'i mbaj aty poshtë.
Mirëmëngjes të gjithëve nga dita tjetër. Unë sapo lash melodi në kopësht, piva dhe kafen time të mëngjesit, edhe vendosa që të vi të blej bojën. Sapo parkova makinën këtu tek Tigota, do shkoj të gjej një bojë që mendoj që do më pëlqej. Dje nuk e fola më shumë sepse nuk është se bëra ndonjë gjë interesante. Pas ditën time e kalova e shtrirë në krevat, në divan, gatova darkën, edhe po shifja filmin tim turk e Shref Rryja. Ua, pas ka dalë Ylberi! E shikoni? E pat Ylberin sa i bukur. Si ka mundësi që pas ka dalë tani, sepse as natën nuk ka rënë shi, as tani nuk po bin shi, shqyr sot është koha e mirë, ko me diell, edhe pa pritur shikoj Ylberin atje. Mos është kjo një sinjal për mua që do kem ditë të bukura, sepse ashtu kam një ndjesi që do kem ditë të bukura dhe kam një gëzim nga brenda. Shpresoj që mos ndodh diçka dhe pastaj të më prishet ky gëzimi që kam, se zakonisht mua kështu më ndodh. Sapo filloj të ndihem pak mirë, jam e gëzuar, jam e lumtur, bam, më ndrojnë komplet hormonet edhe vazhdoj unë pastaj gjeri zymt edhe me nerva, edhe ke frikë më flasësh sepse jam gjithmonë kështu si arri. Edhe po flisnim për filmin e Shref Rryja. Po thoja që e pash pjesën e re dje pas dite, më ka super pëlqyer, më pëlqen shumë. Ju thash edhe dje që më pëlqen shumë, është filmi im i preferuar. Sa keq që nxjerr vesh një pjesë një ditë në javë, plus një javë nuk nxorri fare, por çfarë bëjmë tani? Kënaqemi maj sa kemi. Plus ka dalë edhe një film i ri tani, Dixhle, është emri i asaj gocës, nuk e di tani titulli i filmit komplet, nuk e di, nuk e mbaj mend, por edhe ai që është ajo vajza që jeton në një fshat, edhe vëllezërit e vet nuk e lejojnë që të dalë nga fshati, të takojë njerëz të huaj, të flas me njerëzit e huaj. Është një film shumë i bukur, edhe ai sapo ka dalë, edhe më duket se pjesa e parë ka qenë mbrëm. Mendoj që ato do e ndjek me shumë mundësi sepse më pëlqen. Unë s'po dal nga makina sepse më tha Kunata që po vi dhe unë këtu, edhe po pres edhe ato që të vi dhe pastaj hym bashkë tek shanet. Pastaj të them të drejtën u bën kohë gjatë që nuk shkoj as nga Tezenisi, as nga Mango, edhe do doja të shkoja në fakt, pastaj po të shkosh andej lek do prishësh se do më pëlqejnë ai gjë dhe do e marr pastaj, por më mirë mos të shkoj apo të shkoj. Por si fillim i herë të blej bojën, ajo është më rëndësi. Kam parë një recetë shumë të bukur për të bërë një tort me temë Shën Valentini. Nuk e di nëse ju kanë dalë ato videot në Instagram. Bëjnë krepave, domethënë ju hedhin ngjyrues të kuqe, i bëjnë të kuqe flak, edhe pastaj ju përziejnë kremin, që kremin mund ta bësh me çfarë të duash. Krepi rrumbullak e palosin, e bëjnë në të pjesë dhe pastaj lyejnë me atë kremin edhe vazhdojnë të rrotullojnë që të krijojnë një formë luleje si trëndafil, pra shumë e bukur. Kam shumë dëshirë ta provoj. Gjërat për të bërë krepa i kam në shtëpi, që në supermarket do shkoj sepse nuk kam qumësht, më kam mbaruar qumësht dhe më duhet sepse i jap gocës biskota me qumësht në mëngjes, plus më kërkon nganjëherë që don edhe të pi. Kështu që të shkoj në supermarket të blej qumësht, të marr edhe ato gjëra që më duhen, që më mungojnë për ta bërë dhe ta bëj. Pse mos ta bëj? Sepse ishte një gjë shumë e bukur. Edhe un kam qejf të bëj gjëra të bukura. Okej, dhe Kunata ime erdhi. Tani do ju lë edhe të shkoj të marr bojë. Isha tek supermarketi i tretë tani që pyeta për ngjyrues për ëmbëlsira. Edhe nuk kishte. Si është mundur? Pikërisht sot që e doja unë nuk gjej në asnjë supermarket. Do shkoj edhe tek një supermarket tjetër dhe shpresoj të ketë aty sepse ngela gjithë ditën duke kërkuar për ngjyra për ëmbëlsirat. Në shtëpi, edhe kjo është çanta që bleva disa gjëra. Gjë më të rëndësishme e mora, bojën, edhe kam marrë shumë ngjyrë të kuqe. Duhet se po bëj një çmenduri që po ja fus kot fare, por do e çoj deri në fund. Mora edhe një ark kursimi, ishte kjo kështu me këto detajet e fillongëve shumë e bukur, më pëlqeu, edhe e mora të fus kursimet e mia këtu brenda. Letrat e lahura, këto për të bërë ndonjëherë gjell të shpejt kur nuk din çfarë bësh. Mora 4 kutia qumësht, mascarpone që më duhet për të bërë atë tortën që ju thash, edhe ngjyruesin për ëmbëlsira më në fund që e gjeta në ngjyrë të kuqe siç e doja. Tani nuk e di se çfarë të bëj, që do hyj të lyej flokët. Do e ndroj këtë bluzën tani, do vesh ndonjë bluzë të zezë që edhe por ande e pik bojën të mos bëhet pis. Edhe tutat i ndrova sepse kisha ato streçet ngjyrë kafe, kështu që për të mos rrezikuar vesha një palë të zeza. Më shikoni edhe një herë për herë të fundit me këto flokët.
këtë. Do e hedh këtu brenda edhe s'do bëj fare tasin pis, do e përdor direkt me këtë. A vetëm unë jam që bëj kështu çmendurish. Më thoni të paktën që dhe ju bëni nga herë çmendurish, që mos të ndihem e vetme. Tani më ka kapur pak frika që do ndali shumë të kuqe, nuk e di se si do dukem, sa po i lyva. Edhe tani do lexoj pak të kutia se sa minuta më duhet t'i mbaj. Thotë që do të mbanim në pozë nga 30 deri në 45 minuta, dhe unë besoj që 5-6 minuta i bëra që i kam lyer. Vendosa një timer për 40 minuta, t'i mbaj 40 minuta dhe pastaj t'i laj. Unë shkova bëra pak pul me qull për drek, sepse ishte pak vonë dhe nuk dija çfarë të bëja ndonjë gjë më të shpejtë. Pastaj desha t'ju them, më kujtuaj një fragment nga fëmijëria ime kur isha e vogël, pa hyrë në shkollë madje. I mbani me Twinksat besoj që u jep një kohë më parë, tani nuk e di nëse si japin më apo jo. Edhe isha e fiksuar me Blumin. Edhe i thoja mamit edhe motrës përherë që kur të rritem mund do i bëj flokët si Blumi, pra të kuqe. Tani më kujtua këtë fragment dhe thash po, pikërisht tani e bëra flokët si Blumi, por vetëm se i kam të shkurtra dhe jo të gjata. Ndërsa për faktin e tortës me krepa që desha të bëj, nuk e di nëse ta bëj sot apo ta bëj nesër, me që Shën Valentini është nesër. Adi, mua vetëm flokët nuk më shkoni po se lyja edhe vetullat. Edhe vendosa të lyja edhe vetullat. O zot, o zot. Ha, jeni gati për rezultatin final? 1, 2, 3. Çfarë mendimi keni? Më pëlqejnë, edhe vetullat kanë dalë lezetshëm. Personalisht më pëlqejnë, edhe mendoj sepse mendimet e mia ndrojnë çdo sekond. Mendoj që do i mbaj. I pëlqyen dhe melodisë. Pëlqyen flokët e mamit? Tha melodia? Çfarë donte melodia? Donte t'i luante në melodia si mami? Si. I pëlqyen ai shumë. Sa që filloi të qante, thonte dua t'i luaj unë kështu, i dua dhun flokët e kuqe. Erdhi momenti i kafes, edhe momenti ku të bëjmë disa thashë thellë bashk, por ndërkohë të marr filxhanin dhe të bëj kafe. Okej, tani erdhi momenti i thashë themëve. Kurse të bëjmë ndonjë thashë them, por si tepër muhabet tani më ra media tek ChatGPT. Edhe doja t'ju pyesja nëse keni shkarkuar, nëse flisni dhe ju me ChatGPT, nëse kërkoni mendime, i bëni pyetje, kërkoni ide. ChatGPT nuk është se doli dje ose sot, ka kohë që ka dalë, saktësisht sa kohë që ka dalë nuk e di, por u bën kohë gjatë, domethënë që kur filluam të dëgjojmë për ChatGPT, edhe unë ka një javë ndoshta që e kam shkarkuar, por isha në koshërirën time faktikisht edhe më thonte që pyet chatin për ndonjë gjë, për ndonjë temë, për ndonjë ide. Unë i thoya që nuk e kam të shkarkuar, edhe ajo e kishte të shkarkuar edhe pyeste për çdo gjë chatin edhe jepte mendime, ide, tregonte gjëra, të mirë mund të them. Edhe unë kisha frikë ta shkarkoja sepse thoya që do më vjedhë të gjitha të dhënat, kush e di për çfarë përdori, kush e di si është, por si përfundim edhe vetë rash pre e kurthit të chatit edhe shkarkova siç u thash. Njëra anë është gjë shumë inteligjente mund të them, edhe një gjë që ndihmon shumë nga ana tjetër sepse çdo gjë që mund të kesh më dyshje, pa qartësi, mjafton ta pyesësh edhe i mbledh informacionet në sekond, edhe ti tregon, domethënë është një gjë për të çuditur. Edhe unë tani shpeshherë gjej veten tim e pyetur për gjëra të ndryshme. Isha ulur shpar në tavolinë, në kalifje në tavolinë. Edhe po e pyesja për punën e ushqimeve. Unë kohë të fundit jam vënë paksa në vështirësi me pjesën e pazareve, sepse e gjej veten duke thënë që do kursej, edhe e gjej veten duke harxuar më shumë se sa duhet. Unë zakonisht bëj një spezë javore, mund të them, te 200-250 euro. Ato ushqimet më çojnë të themi 10 ditë. Por brenda atyre 10 ditëve unë nuk është se jam e qetë dhe nuk të blej më asgjë. Unë jam për ditë në supermarket, për ditë të furra e bukës, duke marrë bukë sepse buka është gjë e përditshme, po se bërë në shtëpi normalisht që të shkosh ta blesh për ditë të freskët, nuk mund të marrësh të hash atë të supermarketit. E loj bukën më njarë, por pavarësisht buka që është diçka që do e blej për ditë, e gjej veten për ditë të supermarket duke marrë gjëra që më mungojnë. Dua të gatuaj një gjë në shtëpi edhe më kujtohet që unë se kam atë gjë në shtëpi, nuk më ndodhet dhe duhet të shkoj në supermarket. Si të shkosh në supermarket, ta marrë këtë, jo po më duhet dhe kjo, jo po dhe ajo, edhe i gjej veten duke prishur pak a shumë për ditë 15, 20, 30 euro, që nuk është një shumë e ullët. Atëherë është nga xhepi atë shumë për ditë, normalisht që nuk është shumë e ullët, sepse në fund të javës ajo ka kaluar 100 euro. Edhe po
mundoja që me chatin të krijoja një ide se çfarë mund të ndryshoja. Më këshilloi shumë pjesën e listës javore. Pra, unë duhet ta di se çfarë do gatuaj për gjatë ditëve të javës, sepse po unë nuk e dita se çfarë do gatuaj, unë pastaj shkoj në supermarket, normalisht do marr gjërat kryesore që është makarona, rizi, vaj, mishi, qumshi. Por pastaj unë përfundoj duke marrë të gjërat e tjera, ta marr këtë se këtë e bëj me këtë gjë, këtë e bëj kështu, këtë e bëj për darkë, këtë e bëj për drekë. Në qatë kohë që po blej ushqime, në moment sa joj recetat. Po, pastaj kur vi në shtëpi, i kam recetat e sajuara për këtë ditë, 2 ditë, 3 ditë, pastaj më duhet të sajoj me ushqime që më kanë ngelur në frigorifer, më duhet të sajoj pjesën ditëve të mbetura për të gatuar. Pra, unë një gjë e kam, por një gjë më mungon dhe normalisht e detyrohem të shkoj ta blej. Prandaj, edhe çati thotë që ta shkruash menun javore, pra çfarë do gatuaj të hënën për drekë dhe për darkë, të martën për drekë dhe për darkë, të mërkurën, të jetën, të premten, të shtunën dhe dielën e të gjitha ditët më radhë, edhe të bëj një blerje ushqimesh javore, që unë të marr ato gjëra që më duhen për të gatuar këto ushqime gjatë javës. Të prish minimumi poshtë 100 euro, pra të mos e kaloj 100 euro në javë. Them të drejtën, kjo si ide është e mirë. A shumë di që më futet në kokë, bile se edhe para disa ditësh e kemi bërë si bisedë me kushërinë e time në fakt. Do shajë për atë shpirtin e mia, po duke arsyeshme tek trurim, edhe thash që dua ta provoj. Amore, goca ime ka një shami me xixa. Dhe vike koka do bëhet si nuse. Mirë, puqe që mami ti? Ja. Perché? I pëlqejnë shumë flokët e mamit, gocës. Oh, ka vesh taka, goca ime ka vesh taka. Shikoja një pak gocën time. Po flet tek mikrofoni. Okej, tregoj takat, tregoj outfitin. Shkoj tek dera dhe tregoj takat. Vishe pra! Outfitet e një 3 vjeçarie. Unë mora pak me sistemimin e tavolinës time të make-upit, rregullova pak sirtarin sepse më ishin bër shumë rrëmuje dhe kisha bërë kap dhe fut gjëra kot më kot aty, edhe letra budalliqi që donin hedhur në kosh, unë isha futur aty brenda. Pastaj ndërkohë që edhe melodia nuk më lën të qetë, këtu ka qef që të vi, të kontrolloj, të shikoj për gjërat. Unë sa i rregulloj ato prishen, rregullova sërish edhe t'ja tregoj pak se çfarë bër. Rregullova këtë sirtarin këtu. Edhe me që kisha gjëra kot më kot, edhe hapësirë kisha sa të doja, këtu futa vetëm gjërat që më duhen për content creation, gjëra që kanë të bëjnë me kamerën, me karikimin e baterive, dritave dhe gjërave të tjera, kjo që është për tripodin edhe kjo që është fletore, shumë e mirë për të bërë një listë me gjëra që duam të bëjmë. Këtu futa kryerat, kordelet, disa syze, kapse, edhe këto gjërat kështu që më duhen për kujdesin personal. Rrita të rregulloj më në fund edhe të gjitha bizhut e mia, pse melodia tek bizhut fiksohet më shumë edhe mi prishen, sa i shef aty, ka qef të marrë naza të vendosje e gjëra të tilla. Edhe po këtu kam gjëra të tjera, letra të lagura, dhe jam shumë e lumtur kur shikoj përfundimin që është kaq i pastër. Shpresoj që të zgjasë disa ditë kështu, por melodia do vi direkt këtu dhe do merret me vetë saj, dhe bëj pak make-up, të vendosi syzet e mia e gjëra të tilla. Ora po shkon 5, unë e kalova pasditën time duke u marrë me ato gjëra. Për darkë mendoj që do bëj makarona me salcë, sepse u bën kohë e gjatë që nuk i bëj dhe mua makaronat me salcë më pëlqejnë shumë. Kështu që sonte do i bëj, është një opsion i shpejt, i thjeshtë edhe i shishëm. Gjithsesi dhe me këto flokët kështu po vazhdoj të mësohem edhe po më pëlqej.
Përshëndetje nga dita tjetër edhe gëzuar Shën Valentini, sepse sot është Shën Valentini. Unë pa hap kamerën vetëm tani, është drek, sepse në mëngjes kisha punë, pastaj bëra një xhiro deri në pazar, thash mos gjej një gjë interesante, kjo shumë lart më duket. Okej. Por nuk bleva asgjë sepse s'më pëlqeu asgjë. Pastaj shkova të laj makinën edhe sa erdha në shtëpi filloi shiu. Më shkoi gjithë ajra e makinës s'ka rëndësi, të paktën nga brenda është e pastër. Meqë sot ishte Shën Valentini, thash të dhuroj edhe makinës pak dashuri se ka nevojë. Dhe u ktheva në shtëpi. Normalisht sot i solla disa flok, disa kapse kështu me flok melodi sepse vazhdonte të qante dhe të më kërkonte që donte të bënte flok të kuqe si unë. Edhe ju bë shumë qefi kur i pa flokët që i kisha bler. Unë as drejt nuk kam ngrënë ende, do haj pak drejt tani. Isha të bëj dhe një dush faktikisht, por më ngeli torta pa bërë sepse djen unë nuk e bëra tortën që doja të bëja atë me krepa. Doja shumë ta bëja tani, sa që të dalë bukur dhe mos më haj shumë kohë të paktën, sepse sot më tha burri që bëu gati sepse do dalim për darkë. Siç u thashun, në fakt nuk është se ne kishim planifikuar diçka, por sot në mëngjes kur fola me burrin, ashtu më tha që kishte prenotuar diku për darkë. Ta marrë vetëm 2 ngjyra të kuqe, mendova që do ishte mjaftueshëm për të dalë ngjyra e kuqe goxha e fortë, por nuk doli ngjyra më shumë si rozë se sa e kuqe, por gjithsesi prapse ka dalë bukur. Kiss me down by the broken tree house, swing me up on its hanging tire. Sapo mbarova duke bërë krepat, tani do përgatis pak edhe kremin. Kremin do e bëj me mascarpone edhe me Nutella. Fundun tortën time e mbarova, piva dhe një kafe, ra dhe një nga krepat që kishte tepruar nga torta, por sa po kuptova që sipër nuk i kam hedhur sheqer pluhur tortës, por i kam hedhur fryrës. E kam gatruar sheqerin pluhur në fryrës. Nuk e di, provova që t'i fryj pak nëse i hiqet edhe ta shkun pak, por nuk ju hoq. Thjesht i hodha sheqer pluhur pastaj sipër, edhe shpresoj që mos të dëgjohet shumë shije e fryrësit, sepse është pak a shumë si sot. E di po e kisha bindje që nuk e ka parë që ajo është fryrës, do ka sheqer pluhur. Ka shumë pak dhe janë të ngjashme ndoshta prandaj. Ora ka shkuar 5 fiks. Po hyj të lam shpejt sepse po shkon vonë. Nuk duhet t'i bëj darkën ngocës, jap që t'haj edhe ta vendos në gjumë sepse nuk do e marrë me vete. Ajo orari në gjumit e ka herë dhe nuk dua që prishet orari në gjumit për një darkë që nuk është një darkë për fëmijë, le të themi, është një darkë të rriturish. Sot të qëndroj të flej gjumë në shtëpi me gjyshër. Që po vazhdoj të bëj dushin tim, mos humbas më shumë kohë.